Ta nderuar vëllezër besimtar, me një hadith e i cili paraqet një përgëzim të madh nga ona e Muhamedit alayhi salam, thuhet se kjo çështje, respektivisht kjo fe, ka për të depërtuar apo ka për të arritur ato ku arrin nata dhe ku arrin dita, e që tregon se nuk do mbetet vend mbi këtë rrezull toksor përveç se ka për të hyrë e Islami, e që nënkupton se Allahu e ka garantuar këtë fe o vllazni, dhe ka për t'ja mundsuar shtrirjen në të gjitha anët e botës. Andaj në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, Allahu ka për ta lartësuar këtë fe, pa marrë parasysh sa luftohet, pa marrë parasysh sa që ka vështirësi në jetë, mirë po Allahu e ka garantuar mbijetesën e kësaj feje, jo vetëm kaq, por dhe shtrirjen në të gjitha anët e botës. Andaj këtë drejtim kush e ka thonë i dërguari i tij, pejgamberi Muhamedi alayhi salam, i cili ka qenë i njohur me nofkën el emin, besniku, gjithashtu Allah në Kur'an po thot për to, la yuntiqu lil hawa, ai s'flet prej epshën, s'flet prej çefe, përveç se atë çfarë i shpollet atij. Andaj Allahu ja ka shpoll Muhamedit alayhis salam se kjo fe ka për të depërtuar në 4 anët e botës. Madje o vllazni, ky nuk është hadithi vetëm që tregon këtë përgëzim, këtë myshje të Muhamedit alayhis salam. Me një hadith tjetër e të ngjajshëm, po thot Muhamedi alayhis salam, ka për të hyrë Islami në çdo shtëpi, qoftë nga balta apo qoftë nga çimet. Kështu ka thonë pejgamberi, qoftë nga balta apo qoftë nga çimet, që nuk kupton nga materialet ndërtimore të forta, apo edhe te shtëpia të koshtës, nëse dikush banon, edhe çatje ka me dëpërtu Islami. Të nderuar vëllezër besimtar, e që nuk kupton kjo një myshë të madhe, që nuk kupton një myshë të madhe nga ana e Islamit, edhe jo kjo nuk kupton vetëm se njerëz që banojnë këto shtëpia kanë mëni për Islami, jo, kanë me u bë musliman, kanë me hi Islami mund këto shtëpia, edhe pse ndoshta neve të nderuar xhamat me një situatë ka mundësi me na kap depresione, e ka mundësi me na kap mërzia, e ka mundësi me thonë që tjerë ku shkuan, e çqë shpuna luftojnë neve, e çqë na met na mrapa, mirë po të nderuar vëllezër besimtar, çështja kryesore për njeriu është imani. Në këtë drejtim të nderuar vëllezër besimtar, Allahu po na tregon se Allahu ka mbefut Islamin në këtë botën dhe ka minderu njerëzit me Islam, që nuk kupton edhe ne vllazni këtu që jemi, nëse Allahu kurgjës na ka dhënë jetë, ama bashkë kurgjë për të mira materiale, edhe hiç nëse na ka dhënë shnet, po veç na ka dhënë Islamin, respektivisht imanin, na ka dhënë shumë vllazni, na ka nderu shumë, pa marrë parasysh çfarë thonë tjerët, pa marrë parasysh çfarë vlerësojnë të tjerët, për muslimonin nuk ka nder më të madh se sa ty që Allahu të ka bë pjesëtar kësaj feje, të ka nderuar Allahu shumë, e respektivisht të ka dashur shumë ku të ka bë pjesëtar të kësaj feje, edhe nëse ndodh që të tjerët e vlerësojnë mollën më shumë, dikush teknologjinë, forcën, pushtetin, asnjë s'pe mohojmë si mirësi, mirë po nëse nuk e kanë imanin, kur farë vlerës kanë. Kur farë vlerës kanë pse? Se të gjitha janë të përkohshme. Andaj, nëse doni me kuptu, kthehuni në histori. Sa civilizimi kanë kalu, mirë po kanë mbaru, gjithsa Islami vazhdon, mbijeton, mirë po ka për të dëpërtuar në të gjitha anët e botës, mirë po vetëm se ti a kemi qenë pjesëtar i këtij karavanit që kemi kontribu apo nuk i për të qenë. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu e ka jaratis botën si një lloj mejdani. Është një lloj mejdani ku bëhet një lloj lufte ideologjike, e cila është e pandalshme. Edhe nëse për momentin bëhet këtë s'ka luftë, prap ka luftë ideologjike. Mirë po ajo që është e vërtetë dhe që është hak është një dhe është Islami. Andaj pasuni më të madhe se sa Allahu më të nderu me Islam nuk ka. E kjo paramendo krahaso veten vetë një moment me ata që adhurojnë me ata që adhurojnë lop, me ata që adhurojnë shejtan, që besa ka njerëz që dhe shejtanin adhurojnë, çfarë vlerë ka momentin që ti je pjesëtar i fesë të vetme
që Allahu e pranon. Andaj të nderuar vëllezër, kur Allahu të ka bë musliman, dije se të ka dashur fort. Kjo fjalë nuk është fjalë e vogël me ton dikush sot në dynja, a ke pa ka herë dikush ta dërgon një mesazh thotë o vëlla du shumë për hir të Allahut. Vëllau me thon lund vani, zemrat livit për vendet. E ky mesazh e Islamit zemrën tonë është se ty Allahu po don. Ty Allah ka dënë fort. Edhe në këtë moment, kur çka informacion vjen zemrën tonë, do të pak zemra më dridh. Do të zemra me thonë, elhamdulillah që më ke dashur. Elhamdulillah Allah që më ke bë pasues të Muhamedit alayhis salam, nuk më kelon me bredh rrugëve të atyre që janë të devijuar, edhe pastaj e kupton sa të ka ndaruar Allahu, edhe pastaj e kupton se sa me pavler janë ata që janë jashtë dinit, edhe nëse i kanë miliardat, edhe nëse i kanë bumet atomike, edhe nëse i kanë, po nuk e kanë shahaditin zemër, kur gjë s'kan vllazni. Ama bashkë kur gjë nuk kanë të tillët. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, secili nga ne duhet të jetë krenar me besimin e tij. Duhet me kon krenar me islamin e tij. Dhe kjo nuk kupton duke qenë krenar dhe duke i respektuar kufit të Allahut. Kjo kërkohet prej teje. Prej teje vëllezër besimtar, vllazni, momentin që ti ke hyrë këtë din, edhe ju ke nështruar Zotit, edhe ke kuptuar se Allahu të ka dashur dhe të ka nderuar shumë, atëherë reflekto. Bëhu ambasador i Islamit, bëhu ambasador duke i ftuar tjerët se jetën te e ndërton brenda kufit të Allahut. E kështu Allahu vëllezër besimtar për kërkon prej neve. Andaj kjo është ajo rruga më e mirë që ta përçojmë çet mesazh tutje, që ta mundsojmë që ky mesazh të vazhdon edhe të rrugton drejt Allahut. Të nderuar vëllezër besimtar, jetën këtë botë sot do që jeton e ka një fund. Andaj po themi kushtimisht, një individ i merr 25 vite jetë me u formësuar në profesion. Dhe pastaj një 30 vite nëse ka më ku me punu, dhe dikush shkon të mbyll ai shekulli jetës tina. Dhe në fund do të më dol për kësaj dunjas. Dhe nëse nalesh kimë po vujtje, përpjekje, smundje, kriza, dhe në fund do shmelon këtë dunjan. Mirë po, me iman ti e kupton se ky vend ku ti po angazhohesh është i përkohshëm dhe ke me shku të një vend i cili është më i mirë se ky, e që është xheneti, dhe nuk përfundon mirësitë me kaq. Mirë po është i përhershëm. Në këtë dunja sa po më kanë njerë me jetu maksimumin 100 vite. Të paktën ata. Shumica rreth 80, dhe pastaj ti shkon në vend më të mirë se ky, i cili është i përhershëm dhe Allahu më ta mundëson një kënaqësi e cila nuk krahasohet as me xhenetin, ai shikimi në fytyrën e Allahut, e në varësi të veprave tua të mira, që ti i bën këtë dunja, kimë pas kënaqësinë me shikuar në fytyrën e Allahut. Andaj të nderuar vëllezër besimtar, mos të mashtrohem në këtë dunja, mos mashtrohem me mirësitë e kësaj dunjas, cilat janë pa kontestueshme të mira, mirë po janë të përkohshme, mirë po të fokusohemi te ajo që është e përhershme dhe që është më e mirë. Me ka që vëndë pjesë në portë të bës, duke ku fole të Allah, kërkon dhe fole, sa që faqe më sërus. Alhamdulillah, wahdahu wa salatu wa salam, ala mana nabija bada. Të ndëru Allah zë besimtar, thamë se shumë njerëz e nënçmojnë historinë, se lanë hiç si kushtojnë në nësia po vlerë, mirë po në ta ka mësime të shumta. Ka mësime ashtë shumta që nëse nalëm dhe i analizojmë popull që kanë kalu, i shkone mjaftueshëm se inspirojnë për neve. Andaj thamë se bota është e përkohshme dhe thamë hadithin se kjo fe ka me arrit në 4 anë të botës. Mirë po që të fe dikush ka me bartë. Janë disa njerëz që kanë me përçu mesazhin që tjerë kanë me pranu. Don është urtësia e Zotit që Allahu ka lënë se vepçon tokë. Andaj bëhu pjesë e këtij karavanit. Bëhu pjesë që edhe ti kur del pe kësaj dynjaje me tor sevapet deri në ahiret zaman. Kur mos më të ndal sevapet, e çysh nuk kupton kjo që ti më kon thers në rrugt të Allahut. Ti më kon pe atyre që throsin në rrugt të Allahut. E nëse s'ke mundësi me thirr rrugt të Allahut, me kon hoxh, hatib, me kon fals i shquar spaku për krahi projektet e davetit. Në mënyrë që do ndoshta ti ke 5 euro në libër më botu, mirë po çat libër kanë lexuar 100 vet, e çta libër që ditoi çaso libër e kanë bërë tjerë që nuk kupton vepra jote është sadaka e rrjedhshme. Andaj të mençurit e këtij umeti janë ata të cilët e përkrahin
rrugën e Allahut, ata të cilët investojnë në thirrjen e Allahut në mënyrë që edhe kur ti nuk je gjallë me përfitu prej sevapeve. Allahu e ka garantuar vllazni. Pa mu ose me mu, kjo fe ku më përhap në 4 anë. Mirë, po nëse duhen ose nuk duhesh diçka tjetër, andaj secili prej neve let merr kajhiset davetit, qoftë duke përkrahur xhamin, qoftë përkrahur shtypin e librave, qoftë edhe duke prezantuar ligjërata, mirë po mos u shkëputni karavanit të thërësve në rrugë të Allahut. Zatën në vllazni, secili prej juve i një thirrsa, secili prej juve një davetzi, edhe nëse nuk folni. Pse? Se të tjerët i shikojnë veprat e juve dhe në bazë veprave tona e gjykojnë islamin ton. Andaj thirrja në rrugë të Allahut është një prej rrugëve më të mira që mund të ndikuti në prapën e dinit islam. Andaj Islami i ka kushtuar shumë rëndësi të madhe davetit. Do të mbylli këtë hutbë me një shembull shumë interesant. Betejë e Khayberit. Muhamedi alayhis salam në shtetin e Medinës kishte një lloj aleance me gjithë banorët e Medinës, duke përfshirë edhe hebrejt, jahudit. E kur dul në luftë Muhamedi alayhis salam me Kurejshasit, këta i tradhtu mbrapa shpinës. Atëherë Allahu i urdhnoi me dal me i luftu ata Khayber që mënyrë me pa mundsu këtë lloj tradhtie që e bën hebrejt dhe po e dërgon Muhamedi alayhis salam Aliun udhëhec dhe po i thot nesër kom ja dhon flamurit një njerit, një sahabijut të cilin Allahu e don dhe e don Allahun. Këtë sahabit nefe kush u ky njeri që Allahu po doj ka dhe ky po doj ka Allahun, çfarë ton duke shpresu inshallah vrej më në çaj njeri që Allahu po doj ka. Mëngjes Muhamedi alayhis salam jep Aliun flamurit dhe po i thot Khayber kime shku me luftu me ehlul kitab, jahudit, dhe po i thot para se më nis luftën, çfarë po i thot? Fillimisht o Ali, thirrë ata në Islam. La ilaha illallah. Çfarë madhështia e Islamit. Subhanallah, armeç ka tradhtu, mbrapa shpinës ka godit, por prap ti po gjykon me rëndësinë që me pru një njeri vllaznin din të Allahut, është më mirë për ty se këtë dynjan me ta dhon. Andaj çfarë po thot Aliut? Kur shkosh atje, fillimisht prezantoja Islamin. Që s'dojnë me pranu Islamin, atë luftoj, sepse ata na kanë tradhtu dhe njerëz që nuk morrin vesh. Andaj këtë drejtim të ndëruar vëllezër besimtar, bartja e mesazhit të Islamit tek tjerët është me rëndësi të madhe dhe e shehni, nalni dhe analizoni historinë e sahabëve. Shumë pak janë varrës në Medinë, shumë pak në Mekë. Pse? Se ka nec me përhap Islamin në për 4 anë të botës, e për këtë arsye ka ardhur Islami. E na çfarë? E kena mundësinë me vazhdu këtë mision, këtë karavan që të ftojmë tjerë drejt Allahut në mënyrë që të edhe na menzon sevape, edhe masi të vdesëm, ndoshta deri në ahiru zaman. Allah na mundësof që të jemi prej të tillëve që punim rrugë të Allahut, e përkrahojmë davetin dhe nuk jemi për atyre që me veprat tona vllazni i largojmë njerëz për Islamit. Vallahi vllazën besimtar ka raste të tilla dhe për fat keq, brenda xhamatit ka shohim njerëz që veprat e tyre kanë bë që familjarët e tyre me largu për Islamit. Allahu na rujtë vllazni. Kjo është shembull i keq. Gjërsa na tham secili nga ne jemi davetzi, ambasador të Islamit. Allahu na mësoft të jetojmë si të tillë, të veprojmë si të tillë dhe të vdesim si të tillë.